Mirë është që të bëjmë një shikim të situatës së rezervuareve lartë, se ato me një rezervuar poshtë me pompa të mirë, të sistemuar diku ata mund ta zgjidhin. Do bëjmë një veshje kapot, nëse mund të bëjmë një ndihmë me bashkinë me zjet për gjithë kapotat dhe trajtimin e jashtëm edhe për eficiencën energjetike. Ky ishte premtimi i ish-ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhia, bërë gati një vit më parë, më 23 mars 2025, në zonën e ish frigoriferit në Vlorë, zonë e cila pritet që të transformohet edhe në drejtim të infrastrukturës në bashkëpunim edhe me Bashkinë e Vlorës. Ministri asaj kohe u premtoi banorëve të dy pallateve të shpërndara në vitet 2007-2008 se në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës do të nisni një projekt për rehabilitimin e fasadave të këtyre objekteve. Madje Gonxhia u tha banorëve që të bënin edhe një peticion drejtuar Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Entit Kombëtar të Banesave Tiranë dhe Bashkisë së Vlorës. Peticioni bashkë me firmat e 48 familjeve më 2 prill të vitit 2025 është protokolluar në Bashkinë e Vlorës, Entin e Banesave dhe në Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Banorët kanë paraqitur disa ankesa si: fasada e pallateve është tërësisht e amortizuar dhe me lagështirë, e cila ka hyrë brenda apartamenteve dhe i ka nxjerrë ato thuajse të pabanueshme. Kërkojmë investim në sistemin kapot dhe lyerjen e fasadave, pasi këto dy pallate janë kthyer në një gjendje tejet problematike dhe vizualisht, aq më shumë në një zonë që është duke urbanizuar, duke prishur edhe estetikën përkundrejt pallateve të rinj që janë ndërtuar aty, në pamundësi për të investuar vetë, pasi pjesa më e madhe banorëve janë me probleme sociale dhe ekonomike dhe nuk mund të vendosin as 50% të vlerës për këtë rehabilitim. Kërkojmë që investimi të bëhet nga ju. Terracat e dy pallateve janë në rrezik për tu shembur. Kërkojmë largimin e bolierëve prej tyre dhe investim për izolimin e terracave, si dhe të vendosjes së bolierëve të mëdhenj sipas një projekti që ju keni zbatuar në disa zona të qytetit. Rrjeti i kanalizimeve është i amortizuar dhe thuajse jashtë funksionit. Sa herë që bie edhe një shi me intensitet të ulët përpara dy objekteve, përmbytet dhe rruga bëhet e pakalueshme. Nuk dalim dot nga banesat. Rruga përpara dy pallateve është tërësisht e amortizuar dhe pas një investim. Kërkojmë shtrimin dhe asfaltimin e saj. Nuk flasim për luks, por për një jetesë normale. Por deri më tani nuk është marrë asnjë mas. Kjo është situata. Banorët kërkojnë reagimin e Bashkisë së Vlorës në bashkëpunim me Ministrinë dhe Entin e Banesave të nisin investimin pasi lagështia ka pushtuar dy pallatet, duke bërë problematike situatën brenda apartamenteve. Infrastruktura totalisht amortizuar dhe as pak e përshtatshme për një lagje në afërsi të rrugës kryesore. Madje ish-ministri Blendi Gonxhia një vit më parë dha dhe një zotim. Do bëj çështë mundi që Enti Banesave të mos i ngjajë asaj që ka qenë. Megjithatë kthejmë pak syt mbrapa dhe shikojmë Entin e Banesave deri në vitin 2007. Ndërsa letra zyrtare ka një vit që janë dërguar me firmat e banorëve në Bashkinë e Vlorës, Ministrinë e Ekonomisë, Entin e Banesave nuk është marrë asnjë mas, ndërsa banorët presin një zgjidhje pasi po jetojnë mes amortizimit dhe rrezikut nga lagështia, bolierët mbi pallate dhe përmbytjet në një shi pa intensitet fare, pasi në rreshtet të dendura kjo lagje izolohet nga ujë.